A mendoni që Kosova është vendi mundësive apo një vend i sfidave? Të dy nga pak, 50-50. Është vendi mundësive, qysh jo, kemi pasuni, kemi rini, kemi njerëz të shkollum. Çka cilëson edhe sfida? Po sfida është se kemi dalë, nuk është shumë kohë që kemi dalë prej luftës, kështu që duhet janë dhe sfida pak. Gati jemi kanë jo në zero, po minus ne, kështu që duhet gati prej fillimit, me rindertu, sidomos fshatat kanë qenë shkatërruar shumica, pjesë të qyteteve, kështu që... Po që po mendojnë për të rinj që po zgjedhin vendet e huaja, ndoshta edhe po shohin perspektivë më shumë në vendet e huaja? Kjo po ndodh te na shumë keq, se na kemi pas një popullat të re, mirë po qysh po ndigjojnë, po ndodh edhe në vendet e rajon, plus edhe në shtete tjera, për shembull prej Gjermanie mjek, po shkojshin në Amerikë. Kushtet më të mira, pagat më të mira. Për neve po bëhet keq, se po jesin vetëm 2 vjetrit. A mendon që të rinjt nuk kanë arsye më me e lëshu vendin, po me qëndru në vendin tonë që me e zhvillu edhe vendin tonë? Po pse këta të rinjt po gjojnë në perspektivë jashtë, edhe këty ka. Kemi resurse shumë të mëdha, edhe kanë perspektivë shumë të mëdha, po